Përgatitjet për testet e maturës shtetërore janë drejt përfundimit, teksa maturantët ndodhen vetëm pak ditë larg provimeve. Sipas tyre, kjo periudhë ka qenë intensive dhe domosdoshme për të strukturuar informacionet e përfituara gjatë 3 viteve të gjimnazit. Mendoj që ka qenë shumë e nevojshme, duke qenë se ne kemi marrë një informacion mjaft të gjerë, që nga viti i parë deri në vitin e tretë janë koncepte të cilat kishin nevojë për përsëritje dhe seleksionim. Kjo na ka ndihmuar goxha, na ka ndihmuar të fokusohemi në pikat kryesore të cilat do na nevojiten për këto provime. Kemi kohë që përgatitemi, kemi bërë konsultime të vazhdueshme që nga janari, por përgatitja ka filluar që në fillim të vitit. Mësuesit kanë bërë zhvillimin e testeve të ndryshme ndër vitin të maturave gjatorëve të mësimit. Maturantët kanë zhvilluar gjithashtu edhe testet provë përgatitore, të bazuara në tezat e viteve të mëparshme, një proces që ka shërbyer për njohjen më të mirë të strukturës së provimit dhe disiplinës që ai kërkon. Ne kemi zhvilluar në fakt siç do zhvillohen provimet e maturës, secilin provim kemi bërë si fillim bëm anglishtën, pastaj gjuletërsinë dhe më pas matematikën, edhe ndarjen në klasa e bëm si do jemi në maturë që të mësoheshim pak këto kishim afër me procesin, kemi dorëzuar telefonat, çdo gjë është kryer si atje. Vështirësia nuk më duk shumë e madhe, sepse mora notat që prisja të merrja. Na u shpjeguan gjërat si do zhvilloheshin, si do shpërndaheshim nëpër ambiente, pra, edhe prandaj edhe kuptuam pak a shumë procedurën që do ndiqej edhe te shkollat ku do shkonim, ku do organizoj testimin. Për sa i përket lëndëve me zgjedhje, pas plotësimit të formularit A1, A1Z, pjesa më e madhe e maturantëve kanë ndjekur të njëjtat prirje tradicionale të viteve të fundit, duke fokusuar zgjedhjen në lëndët me karakter shkencor me interes të lartë në informatik. Përgjithsisht, nxënësit orientohen drejt profesioneve apo dhe drejt kërkesave që kanë fakultetet. Shumë fakultete kanë të përcaktuara lëndët të cilat nxënësit duhet punojnë matur, por që duhet kenë provime zgjedhje. Kështu që në këto fakultete përgjithsisht nxënësi është i detyruar që të bëjë një zgjedhje të saktuar në lidhje me një lëndë. Por në shumë raste ka ndodhur që nxënësi ka zgjedhur një lëndë tek e cila ai ndihet i sigurt për sa i përket provimit maturës, ndoshta fakulteti nuk ja u kërkon si një domosdoshmëri, por ama ka zgjedhur lëndën ku ai është më i sigurt. Po, shkolla jonë ruan akoma këtë traditë. Ne kemi shumë nxënës të cilët zgjedhin lëndët shkencore. Por njëkohësisht kemi vënë re që vazhdon kjo tradita për të zgjedhur ekonominë apo qytetarinë. Maturantët do të nisin zhvillimin e provimeve që prej datës 3 duke përfunduar me 24 qershor. Të gjitha provimet do të fillojnë në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë e 30 minuta.